Unë kisha, janë 2 javë kisha filluar, vjelje, edhe duke gdhirë 1 janari 2026, dëmi ishte kolosal, unë ku erdha këtu brenda s'kisha parë asnjëherë aq ngritës të fortë. Po asnjë bim nuk ishte e saktë, tere kishin mbaruar. Nuk e di, i zieu, nuk e di. Sikur i kishe vend atë zjarrin në poshtë. Çdo gjë ishte mbaruar. Sa sipërfaqe keni ju të kultivuar me domate? Unë kisha 3 dylyme gjysë roze dhe 2 të kuqe. 5 gjysë secili. Të gjitha u dëmtuan? Po, të gjitha. Sa vite keni ju qeni kultivuesi perinave këtu në zonë? Rreth 16 vjet. Në Deri këto në vite? 2011. Në këto vite keni parë ndonjëherë ndonjë dëmtim të tillë kaq të madh? Jo. Vetëm një herë para 6 vjetësh për mbytjet të asera tjetër. Edhe kjo jo për faj të kohës, po për faj në të tregut brendshëm i ka gryer, edhe s'ka marrë dëshmëblimi. Kam bërë denoncime dhe asgjë nuk ka vështirë. Ndërkohë çfarë bët përballë kësaj situate? Çfarë do bëj? E keni shkulur gjithë prodhimin? Po. E pastrova dalë kështu. Sa llogaritet dëmi? Dëmi është shumë. A llogaritet janë 10.000 bim këtu, llogaritet paktën 3 kg për bim. Kështu që bie 3 ton. 3 ton. Në 3 ton paktën çmimi që ishte para vitit të ri, 900 lek i bie. Sa? Mbi 20. Mbi 20 milion lekë vjetë. Po. Ka dalë dikush përpara situatën tuaj? Më morën në telefon, dolëm thanë, pam, tani nuk e di, unë si isha. Ndërkohë, po thuhet që keni patur dëme më parë edhe gjatë përmbytjeve. A jeni dëm shpërblyer më parë? Jo. Do marrësh, do kështu edhe akoma bën 6 vjet sa. Shpresoni këtë herë? Pse do? Inshallah, pse. Shikoj, ndalesh bosh është gjuna. Tere kanë bjell, tani unë e kam bosh. Pse? Ç'a ta pjell? Ai boti do lek të fitantin. Pra e gjitha kjo ju dëmtoi financiarisht? Po. Në mënyrë maksimale apo jo? Po, nuk diskutoj. Një apel që keni për institucionet përgjegjëse? Të shikojnë, vinë të shikojnë, ç'a them, nuk e di. Flasim kot, nuk e di. Vinë të shikojnë vetë edhe, po qose ka në ndim, s'ka. Nëse s'ka, çfarë do të thotë për ju? Asgjë. Rrin diell ngrobës, ç'a do bësh? Unë ta mbjell këtë, duhet 4 milion lekë, vetëm fidan. Sot. Lere dëmë gjiku. Shohim që mbrapa jush janë disa arka me domate. Ku i çon? Tu për të do bësh. Si janë tjerat aty për. Që janë tjerat aty. Për të bësh. Nuk shpëtoi absolutisht asgjë. Asnjë asin kokër. As për të ngrënë. Vet. Faleminderit.